World Cup në RTK Radio. Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studio e RTK Radios me një emision tjetër të ri për sa i takon kampionatit botëror të futbollit, i cili po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Dita e djeshme ishte pushim, sot në të vërtet do të vazhdoj faza çerek finale, ku do të luhet ndeshja e parë ndërmjet të dy kombëtarëve që në të vërtet kanë treguar potencialin. Franca-Maroku do të ndeshën në mesveti sonte prej orës 22, përndryshe ekipi që do të jetë më i suksesshëm nga kjo ndeshja e parë çerek finale në mes të Francës dhe Marokut, do të ballafaqohet në gjysmëfinale me fituesin nga sfida që do të luhet nesër mbrëma ndërmjet Belgjikës dhe Spanjës, e që nis nga ora 21. Përndryshe, jemi drejt për drejt në RTK Radio, por dhe në rrjetin ton social Facebook, e në kuadër të këtij emisioni special kushtuar kampionatit botëror të futbollit, do të realizojmë edhe një intervistë drejt për drejt në RTK Radio me ish kapitenin e përfaqësuesës së Kosovës, tani më trajneri pjesë e përfaqësuesës U19 Anel Rashkaj, i cili jeton dhe vepron në Suedi. Është koha që të prezantojmë të ftuarin ton, që në të vërtet nuk e ka për herë të parë që vije në studio në Radio Kosovës, dhe kështu bashkëbisedojmë dhe diskutojmë për rrjedhën e kampionatit botëror të futbollit, që tashmë ka hyrë në një fazë jashtëzakonisht interesante, siç është ajo çerek finale. Bëhet fjalë për trajnerin e njohur të futbollit, nderuar dhe i respektuari Feta Veliu, që edhe një herë, si shumë herë të tjera, na ka nderuar me prezencën e tij. Përshëndetje për ju në studio, përshëndetje për ndëgjuesit e Radio Kosovës, në veçanti ata të cilët na përcjellin në Facebook. Faleminderit shumë i nderuar edhe një herë për gatishmërinë dhe disponimin tuaj pavarësisht angazhimeve që ke editore. Unë jam Fatos Preniçi, jam i shoqëruar nga një numër i konsiderueshëm i kolegëve, duke nisur nga ata të cilët po përkujdesen për anën teknike, Beram Rukiqi, Driton Bunjaku, Krishnik Çarkaxhiu, duke përfshirë këtu edhe kolegët nga redaksia e sportit, Edmond Thaçi, Remzi Mustafa organizator, producenti Faruk Bajrami, Blerim Bishmeti e shumë kolegë të tjerë të cilët faktikisht mundësojnë që ky emision të realizohet, ndërsa ka nisur të jetë i veçantë dhe special kushtuar kampionatit botëror, që nga fillimi i ngjarjes më të madhe pra Kupës së Botës më 11 shërshor, e kështu do të jetë deri më 19 korrik, kur edhe do të luhet në New Jersey finalja e madhe. Zotëri Fetau, po nisim pa humbur kohë, patjetër me këto duelet e para çerek finale. Kemi parë një Francë që në 1/8 e finales e eliminoi minimalisht Paraguayin, dhe në anën tjetër kundërshtarin e francezëve ishin faktikisht futbollistët e Marokos, ata të cilët e eliminuan Kanadan, dhe po e dëshmojnë që jo rastisht janë një kombëtare që do të mund të shkaktojnë probleme edhe më tej. Padyshim janë dy kombëtare të cilët kanë një histori të mirë, në veçanti kombëtarea franceze, po mos ta lajmë anash edhe kombëtarën e Marokos, e cila ka një eksperiencë, do të prej një kompeticioni ose një kampionati botëror, në kampionatin tjetër ka eksperiencë, ka shkuar themi në kampionatin e Rusisë të fundit, ka shkuar deri në gjysmëfinale. Kjo do thotë shumë, do të thonë fitohet një eksperiencë edhe një përvojë më e madhe. Tani më tutje kombëtarja e Marokos është një kombëtare kompozuar, themi, komponuar me lojtarë, themi, heterogjen, po edhe me ata me eksperiencë nga kampionati i kaluar. Njerit ajo pjesa atje, themi, kombëtarës së Marokut, pjesa pak më jugore afrikane është më kreative, themi kështu. Kreativiteti dhe potenca fizike aty është prezent. Mirë, po Franca posedon një kombëtare me strukturë, themi, të lojtarëve të cilët janë të veçantë, sidomos ata të mbrojtës dhe të sulmit, të cilët e kemi futbollista që luajnë nëpër klubet, themi, më të mëdha evropiane. Në Paris kemi në Arsenal, do të thotë ne është aty një kombëtare po ashtu me eksperiencë, me përvojë, por sidomos e ka një mbrojtje shumë stabile, fleksibile, e mos themi tash e ka një sulm më të mirin në botë. Aty duke drejtuar Mbappe, pastaj Olise dhe kështu ata krahë tjerë.
Edhe kjo përcakton themi një kombëtare të fuqishme, një kombëtare e cila duhet të potencojmë apo ta veçojmë se ka një plan të lojës. Do thotë kombëtare franceze e ka edhe, përveç që e ka historiatin e vet të kompeticioneve të kaluara, është një kombëtare e madhe, por ka edhe një plan të lojës. Do thotë aty është një plan mix heterogjen varësisht nga kombëtarja e cila ballafaqohet me atë franceze, ajo posedon themi alternativa. Nuk mund të themi disa trajnerë potencojnë se ne bëjmë ndrrimin e sistemit të lojës. Ndrrimi i sistemit të lojës nuk ndodh në futboll. Themi mund të jetë ai statik sistemi i lojës, a do të jetë 4-3-3 klasik, a do të jetë 4-1-4-1, 4-4-2, por ta potencojmë se është interes edhe për trajnerat e futbollit në Kosovë. Nuk ndodh ndrrimi i sistemit të lojës, po ne kemi ndrrimin e transformimin e skuadrës. E si është kjo? Kjo ndodh kur ne jemi në një tranzicion. Varësisht ku ndodh tranzicioni, gjithmonë jepen detyrat paraprake në transformim. Dhe kjo ndodh transformim, do të thotë ne luajmë 5-3-2, mund të transformohet të luajmë themi 3-5-2. Kjo mund të jetë një transformim, po prapë kthehemi në atë sistemin bazik, i cili është ai sistem kur fillon një ndeshje. Edhe brenda atij sistemi kemi ne transformimin. Po jo siç e potencojnë shumë trajnera në Kosovë, edhe andej në Shqipëri se ne brenda një ndeshje bëjmë ndrrimin e sistemit të lojës. Kjo është sa për të thënë diçka. Në realitet, në aspektin, themi, organizativ, taktik, ne kemi transformim. Do thotë në futboll ndodh transformim. Transformimi ndodh në tranzicionin e fazor, tranzicionin e parë ose të dytë, atë mbrojtës ose sulmues. Ne aty ku ndodh tranzicioni kemi transformim. Prandaj edhe transformohet edhe rreshtimi i lojtarëve. Nga 5-3-2 ndodh 3-5-2. Kjo mund të jetë me 5 mesushor. Kemi transformim, po jo edhe ndrym sisteme, se kështu pra, te ne vrejmë, dëgjojmë, shohim gjithçka për vite, kush çka thot, flitet diçka në abstrakt. Jo e studiuar, jo themi e planifikuar, jo në planin e lojës, sidomos jo brenda tranzicion. Ajo tash unë kom diskutu, kom fol shumë për tranzicionin, po këtu pak themi është eksploruar tranzicioni, nërsa tranzicioni qërë si organizimi taktik të një skuadre. Domethënë Chelsea, aty ndodh gjithçka, aty mund bën gabime, edhe aty mund të jesh në avantazh nëse është një plan i lojës i cili e ka transformimin e mirë. Nëse ka transformimin të mirë, këto kombëtarët e mëdha të cilët kanë themi një plan taktik të lojës dhe kanë një vazhdimsi nga kompeticioni edhe vinë futbollistat me potesë më të avancuar teknike dhe fizike dhe pozicionale, ndihmon themi kjo tani ndihmon edhe teknikun e skuadrës, po edhe tekniku i skuadrës i jep alternativë. Alternativa në lojë në bazë strukturës së lojtarëve të cilët kanë potencë sulmuese, mbrojtëse apo mesushor. Edhe tani nëse e njohim, zbërthejmë themi tranzicionin, atëherë ne jemi një themi teknik që studion ka strategji, detajet i ka studiuar, gjithçka ka prezantuar dhe nuk ka të panjohur. Kështu është futbolli po shkon duke kaluar në një dimension me pak të panjohur. Për shkak se posedojmë një teknik i cili zbërthen gjithçka brenda lojës, të gjitha situatat e lojës, sidomos ato të tranzicionit, transformimit, rreshtimit, tani shumë thjesht. Futbollisti i fundit duhet ta dijë në distancën nga topi, vendosi. Ajo është në metër. Po ashtu sulmuesi i parë duhet ta dijë edhe distancën nga topi, nëse posedon kundërshtari. Kjo tash futbolli modern, gjithçka ne duhet dima të rreshtohemi mirë, brenda reparteve edhe nga distanca me top. Po. Tani kjo shumë çka, futbolli është pak më shumë kompleks, shumë përfshirës, edhe është hapësirë shumë e madhe, aty duhet studiohet shumë çka për të mund të me të vërtetë të jetë i njohur nga futbollistat edhe pastaj mos kemi vështirësi. Të kemi më shumë të njohura, të kemi më tepër themi të njohura nga tekniku i cili ka prezantuar një plan të lojës, i cili plani i lojës është modul loje, i cili aty futet sistemi, po sidomos tranzicion. Tranzicioni duhet të eksplorohet në maksimum në detaje më të vogla për të mund skuadra të jetë në ekuilibër themi fazor. Okej, po flasim për ngjarjen më të madhe të futbollit kampionatin botror ku patjetër që pa këto plane ose pa këto që realisht i përmende disa prej faktoreve që luajnë rol të rëndësishëm në lojën e futbollit. Të kthehemi pak dhe të flasim për të forcën, potencialin
dhe mundësitë nga kjo ndeshje, a do të mund Maroku t'i bëj ball Francës e ta befasoj, siç ka bërë edhe para 4 viteve në Katar kur eliminoi kombëtare të mëdha në mesin e të cilave edhe Portugalin. Një Marok që në të vërtet po tregon fuqi që ja përmendëm më herët, edhe synimi i tyre pikërisht do të jetë edhe ndaj francezëve që janë kombëtarja e vetme që në këtë kampionat botror në SBA, Kanada e Meksik kanë bindur. Që që kjo krejt në varet nga një teknik, një kombëtare, një skuadër e cili me të vërtetë e ka të studiuar, do të thotë e ka në detaje më të vogla studiuar lojën e futbollit, po për Fetaveliu dhe mbazë asaj edhe një parë. skuadër kundërshtar. Që për me ndalë ose me penalizu kombëtarën franceze pak shumë vështirë ose ka shumë alternativë. Shumë alternativa nëse një kombëtare mbrojtëse del diku më larg, kombëtara franceze mund ta penalizojë me kundërsulm. Për shkak se ka sulmi më të shpejt në kampionatin themi botror. Nëse ka tendencë themi të ndërtojmë, të organizojmë, të formsojmë një sulm, të afrohemi deri te 60 metrash gradualisht, ajo po ashtu posedon edhe një mbrojtje të fuqishme, edhe një mesfush më të dendur. Tani këtu janë shumë plane në tavolinë, në studim nga tekniku marokan. Po marokenët janë themi të paparashikueshëm në situata të caktuara të lojës. Mund të befasojnë nga gjysmë rast, siç ka ndodhur shumë herë më përpara, po kanë edhe lojtarë teknik të avancuar me eksperiencë, ata mbrojtësat të cilët shkojnë edhe në fazën e sulmit, janë sulmues të dytë, edhe kjo e ndihmon themi skuadrën të jetë në fazën e sulmit me më shumë lojtarë përpara. Nëse shkojmë më shumë lojtarë përpara, ose në momentin e tranzicionit të parë, bojmë një pressing atje tek kombëtara franceze, topin e parë e dytë mos ta kenë themi në posedim kombëtara franceze, nëse aty themi planifikohet. Edhe aty ka themi plan lojës nga kombëtarja, nga tekniku i Marokut, atë ne mund ta penalizojmë, nuk e lejojmë që të ndodhe një tranzicion i kundërsulmit, ose një tranzicion i korridoreve, ku mund ta penalizojnë se Franca, kombëtara franceze është e njohur shumë për kundërsulme dhe korridore të themi diagonal. Kjo mund ta penalizojë nëse një kombëtare del pak më përpara në 40 metra. Këtu janë gjithë shumë çka plane ka brenda lojës, duhet studiohet, duhet studiohet futbolli, po ne s'kem kohë shumë kështu, po sa për kushiencë të audiencës, pak me pas themi njohuri, se s'ka ndodhur themi në planin e lojës, se si janë alternativat aty brenda nga teknikët e lojës, se si duhet ata parashohin gjithçka në lojë në situata tranzicionale. Domethënë gjithkund varet ku ndodh tranzicioni, se tranzicioni nuk ndodh themi kur portieri ka topin. Atër s'kemi një tranzicion, për është loja e poseduese, në posedim e posedon një kombëtar në këtë rast portieri, dhe ai fillon themi lojën e cila ndërtohet. Por kemi situata ku ndodh tranzicioni, kemi varat ku ndodh tranzicioni, jepën edhe detyrat themi organizative, taktike, kush e merr topin e dytë, topin e tretë, sidomos këto janë 2-3 situata në tranzicionin e parë, se në tranzicionin e parë skuadra kundërshtare ka humb topin, nuk është në organizim. Po edhe ne nuk kemi transformuar sa duhet, prandaj aty duhet 1, 2, 3 sa kemi kohë të transformohet sulmi ose me sfusha për të mund ne të jemi të vendosur në pozicione të atakojmë kundërshtarin. Kështu pra ka brenda plane, po kombëtarja marokane mundet nga gjysmë raste me befasu kombëtarën franceze, edhe pse ato njihen lojtarët luajnë themi në kompeticione ose në themi ligën franceze, kampionate ku janë prezente dy kombëtarët. Absolutisht. Kështu që pak më në favor, sipas Fetaveliut Franca është më në përparësi. Gjithsesi, fituesi i ndeshjes së sotme France-Marok në ndeshjen e ardhshme gjysmëfinale do të ballafaqohet me kombëtaren fituese nga dueli që do të luhet nesër mbrëmë prej orës 21 ndërmjet Spanjës, që eliminoi në të vërtetë Portugalin dhe Belgjika, e cila me të vërtet pati një ndeshje të jashtëzakonshme duke mposhtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një Spanjë që në fazën e grupeve nuk është edhe bindi shumë, ishte më e qetë, nuk është edhe mbase pat shumë prej atyre analistëve ose ekspertëve të futbollit se nuk e përfshirnin Spanjën në mesin atyre kombëtarëve pretendente, por ja që Spanja do të ketë punë me Belgjikën e më pastaj po që se në të vërtet vazhdon tutje mund të ketë punë ose me Francën ose me Marokon. Po hi prapë në plan të lojës, po edhe në aspektin themi emocional, në aspektin mental.
Tani kur jemi në gara në për grupe, ka një mundësi, 2-3 mundësi. Do me thënë, kemi 2-3 ndeshje rradhasi për të arritë, themi, kualifikimet. Prandaj këtu ka kalkulime, mund të mos jemi nga minuta e dur, mund të jemi kështu pak të relaksum, mund të jemi ma emocional, kështu të mirë, të qetë, për shkak se kemi alternativë tjetër, një ndeshje mund të vjen e dyta ose e treta në për grup. Mirë, po këtu në eliminime është diçka krejt tjetër. Tani kemi një mendësi krejt tjetër, një plan i cili është me të vërtetë shumë i fuqishëm kështu në aspektin e karakterit, disiplinës, taktik. Detyra ashtu, pra se nuk kemi mo edhe një alternativë, nuk e kemi edhe një hap tjetër, për shkak se është hapi i fundit, një ndeshje kemi. Dhe këtu do me thonë gjithmonë motivon lojtarën nga teknikët, nga komponenta mentale, psikologjike, po sidomos tekniku i para, ai është njeriu i cili gjithçka prezanton, kërkon ma tepër vigjilencë, kërkon ma tepër koncentrim, ma tepër zbatim detyrave të cilat janë plan. Nëse s'ka plan, në atëherë mundën me kërku, ai vendos në ju atje në fushë, po kjo nuk guxon të ndodhi në një kombëtare as në një skuadër e cila është elitare. Nuk guxon të ndodhi. Gjithçka është plan, por këtu shtohen tash kërkesat. Shtohet pak një dozë më e madhe, themi, e psikologjisë, e disiplinës, edhe të jemi më kompetent, të jemi më vigjilent, të jemi më në funksion. Kërkohet ma tepër, kërkohet diskutohet, bisedohet, është një orë, themi, ose një ndesh. Prandaj edhe kërkohet gjithmonë të jemi nga dishmërinë, jo në 1 minutë, por në 1 sekundë. Në çdo sekundë duhet ta kemi të planifikuar. Ato janë momentet të cilët mund të vendosin gjithçka. Kështu pra ka shku futbolli, edhe këta teknikët duhet të jenë shumë tepër të avancuar, të jenë studios të mëdhenj, të kenë një plan, të kenë një strategji, të kenë detyra për çdo lojtar reparte dhe skuadrën, por të mund të jemi ata në ekuilibër, mund të jenë në kontroll, mund të jenë në avantazh. Kështu është një lojë futbollit me shumë detyra dhe plane. Pas nesër Norvegjia-Angli, ndeshja e tretë çerek finale. Kush është më në përparësi? Një Norvegji që për herë të parë ka arritur deri në fazën çerek finale dhe një Angli që kërkon në të vërtetë sukses në këtë kampionat. I kemi parë ndeshjet edhe të Norvegjisë për poshtë të Anglisë. Ashtu pra, ne kemi futbollistët të cilët luajnë me një ligë themi të njëjtë. Në këtë Premier League. Premier League ne kemi shumë nisë futbollistëve të Norvegjisë luajnë në Premier League, ndërsa të gjithë këta futbollistët e tjerë përveç ky Bellingham i cili është diku më jashtë. Edhe Harry Kane i cili po ashtu ka qenë në ligës Premier League. Pra, kemi të bëjmë ballafashimin e futbollistëve në kualitete teknike aty, në një garë kompeticioni, themi kampionat të një ligë të avancuar në Angli, mirë po tash ka momente kur futbollistat me cilësitë e veta të avancuara mund të veçojnë. Prandaj edhe teknikët, edhe një kombëtar, edhe një skuadër përcakton një detyrë, përcakton një plan, ku e kemi themi në pozicionin më të fuqishëm në kombëtare ose në skuadër, edhe ne tani gjithë plani organizativ taktik drejtohemi nga një pozicion i fuqishëm i një kombëtare, me çka këtu në këtë rast Norvegjia ka këtë Haalandin është një futbollist i cili edhe ashtu e penalizoi kombëtarën e Brazilit. Mirë po, kombëtare angleze është me potencë fizike ma shumë, ka ma tepër themi manovrim në lojë, ka tani kjo kombëtare angleze është pak ma serioze, është ma e disiplinuar në krahasim me kombëtare tjera, se këtu don disiplinë themi jo të gatishmërisë, po zbatim të detyrave. Të jemi të përpjektë, të saktë, funksional në çdo tranzicion, pra në çdo situatë loje, duhet jemi ma taktikisht ma të funksionuar. Dhe këtu është Anglia, themi, nëse i morëm futbollistat individualisht, themi edhe me kompozitet të dur. Mirë po e kemi, themi, edhe një Norvegji e cila u paraqit shumë mirë me Brazilin, në veçanti atje ky sulmues që u hinën në pjesën e dytë, banën një avancim themi më të madh tek kombëtare norvegjese, 1-1 loja, 1-1 tani në futbollin të 16 metrash, po s'kemi lojtar 1-1, ajo skuadër nuk mund të jetë ma tutjeshme, ma rezultative. Po kemi potencë të futbollistëve 1-1 në afër 16 metrash, edhe të fuqishëm një qendër sulmues sikur Haaland,
mund të konsiderohet një kombëtare dhe cila duhet të respektohet. Pra kombëtare norvegjese duhet të ketë respekt çdo kombëtare kundërshtare e cila do të ballafaqohet me Norvegjinë dhe këto gjasat janë pak më përpara për Anglinë, po mund ndodh befasie. Nëse Norvegjia arrin ta mposhtë edhe Anglinë në këtë ndeshje të tretë çerek finale që do të luhet pra pas nesër, prej orës 23 atëherë nuk është e rastësishme në të vërtet e gjithë kjo që ka arritur Norvegjia për herë të parë në histori në të vërtet. Pa ata kanë karakterin e vikingave, karakteri domethënë edhe për shfaqje, edhe për shfaqje. Është e mirë ajo ndihmon pak në një dozë të karakterit, të realizimit të detyrave, edhe komponentën fizike, por në plani lojës është shumë çka struktura më e mirë e lojtarëve, edhe ata janë përcaktues dhe këto janë ato komponenta, ato faktorë që po i cekti, të cilët janë më shumë determinuese dhe përcaktues një kombëtare të arrijë tek objektivat e veta. Kështu po ne tham kombëtare angleze ka më shumë, themi strukturë të lojtarëve që luajnë për klube në liga më të mirë, ka edhe bankinë më të mirë, po aty është afër, shumë afër është edhe kombëtare norvegjeze. Luan rol edhe eksperienca. Kjo patjetër që do të mund të ndikojë negativisht ose pozitivisht tek të dyja kombëtarët me Anglinë që mund të jetë më në favor. Kemi edhe ndeshjen e katërt çerek finale që do të luhet më 12 të këtij muaji në orën 3 pas mesnase ose në orën 3 të mëngjesit. Kampionja në fuqi Argentina do të ketë punë me Zvicrën e shqiptarëve Ardonja Shali, Granit Xhaka. Kemi po një Argentinë që ka pas shumë probleme si ndaj ekipit të gjelbër të cilën në poshti pas vazhdimeve, por pashtu edhe kundër Egjiptit së fundi, kundër të cilët në të vërtetë ishte në disavantazh për 2 golave, por përmbysi gjithçka. Personalisht po mendoj që në raste të tilla vetëm ato kombëtarët e madh do të mund të bënin përmbysjen, por edhe ato kombëtarët më pak eksperiencë humbasin lojën që kanë në favor me 2 gola siç e pati Egjipti. Shumë është interesant ky momenti tash ballafaqimi i Argentinës me kombëtarën e Zvicrës. Unë kam një parandjen se Zvicra do të kaloj ma tutje, mirë po unë prapë do të kthehem themi planin, strukturën e lojtarëve, në atë kompozitetin e një kombëtare, tjetrës kombëtare, aty janë ato kërkesat për të mund të përcaktojmë cilas kombëtare është në avantazh, por pse Zvicra? Po Zvicra po them pse Zvicra, se Zvicra është një kombëtare shumë kohën e gjatë bashkë janë këta futbollistat me eksperiencë, me mix lojtar, pastaj janë futur disa lojtarë të sulmit në krah të cilët po bojnë diferencë, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Këtë nuk e ka pas Zvicra dikur më përpara, po këta futbollistët e krahut janë duke po diferencë me përjashtim aty që ndërsulmuesi pak është më i ngadalt, më i ngadh, ndërsa po e kemi një dirigent, kështu që Graniti për momentin është mesfushori më i mirë në botë, i cili përveç që ban punët themi organizative, ban punët themi teknike, por ajo është edhe një trajner i dytë në fushë dhe kjo po vret, domethënë kur po grumbullohet grupi, fjala është tek Graniti një eksperiencë shumë të madhe në shumë klube, gjithandej domethënë ka përformu, ka kriju personalitet dhe kjo do të thotë shumë me pas një personalitet të madh në fushë, një skuadër me pas një personazh të tillë, shumë çka reflekton disiplinë të lojës edhe karakter të lojës, gjë që shqiptarët e kanë. Edhe Graniti e ka dhe këtu mund të jetë befasia e kombëtarës Zvicrës me ata sulmues të krahut të cilët janë shumë interesant, janë teknikisht edhe kanë shpejtësi, gjë që mbrojtja e Argentinës është shumë e ngat. Kjo do me thonë është vrejnë nga ndeshja në ndeshje se mbrojtja e Argentinës u penalizue edhe nga kombëtarja e Egjiptit me një kundërshtim shumë të ngat, do me thonë ishin shumë të ngat në reaksionin, në fleksibilitetin e 16 metrësh, shumë ishin ngat, nuk reagojshin shumë shpejt, nuk ishin shumë fleksibil, prandaj edhe u penalizuan me ato gollat që i dhanë themi kombëtarja e Egjiptit dhe unë aty e pash një dobësi të madhe në repartin e mbrojtjes tek kombëtarja e Argentinës, por mos flasim se mesfushorët janë shumë të mirë. Janë në motorik, janë në karakter, janë në tranzicionin, pressing, bojnë për atje në mes, sidomos. Edhe sulmin, pra e dim sulmin, por tani mund ka befasu Messi, se Messi nuk është më i Messi, i cili ka pas një potencë fizike, ka pas një themi refleks
ma të avancuar, ka një reakcion, themi, në motorik ma të shpejtuar, është nga dashu kjo, se ndodh, kjo refleksat ndodhin. Mund të humbin refleksat me vite, mund të humbin, siç po ndodhin te Ronaldo ose po ndodhin edhe te Messi. Por dallimi tek Messi është se nuk i ka humbur në hoqja. Nuk i ka humbur mentalitet, do të thonë nuk i ka humbur ai themi instikti, themi analizës të lojës. Këtu tek lojtarët me eksperiencë, me përvojma të madhe shtohet themi më shumë pjesa e analizës, pjesa themi e vendosjes, marrjes vendime në pozicione, këta janë shumë të rrezikshëm. Do se kanë plan aty ku në situata caktuara në hapësirë dhe metër katror, këta mund të vendosin. Mirë, po në duele 1-1, në potencë fizike ka mbetje mbrapa, do të thonë ajo bjen komponenta fizike e reaksionit themi të shpejtësisë, ajo bjen. Mirë, po në aspektin e planit lojës pozicional aty ata janë më të avancuar se të tjerë, ashtu siç ndodhi edhe te golla e Argentinës me Messin, do të thonë në një moment shumë të vogël ai është themi shumë funksional edhe kjo do të thotë është një dhunti natyrore. Dhunti natyrore se diçka edhe themi lind. Mirë, po tani me mosh, me kohë, themi ka filluar refleksat bin, reaksioni, shpejtësia e veprimit bjen, ka ngacësi në duelin 1-1, gjë që u pa me kombëtarën e Egjiptit. Messi themi tentoi 3 herë, 4 herë, 5 herë, më shumë të kalojë situata 1-1, po nuk ke mundësi ta realizojë, do thotë ai tani do të luajë më shumë në dhënien e topit, në futjen e topit, në futbollist pasues. Edhe në futbollist i cili finalizon në port. Por jo edhe organizator me top themi të sillë të ketë një pozicion qendror të lojës, ato se ka, se edhe nuk ka potencë fizike. I kemi edhe një 3 minuta gjysmë deri në përfundim të kësaj interviste që ka shkuar shumë shpejt. Kë e parashikon Fetaveliu në finale? Jemi në fazën çerek finale, thjesht sipas asaj se çfarë ke parë deri më tani. Nëse unë përveç kombëtarës franceze, ajo e Spanjës, sidomos pjesën e dytë, themi në ndeshje me Portugalin, kalon përshtypje shumë të madhe, jo futbollistat, por tekniku i spanjol. Tekniku spanjol ka bënë një ndrym, një avantazh. Luis de la Fuente ka bëu edhe pse s'është shumë i thirrur. S'është shumë i njohur si këta Mourinho e Guardiola, por është planifikuesi i mirë që mund pëlqen kjo për shkak se bëni një ndrym, bëni një plan të lojës në pjesën e dytë, futi 2 mesfushorë dhe potencë, po edhe themi finalizues në portë që edhe realizoi, dominoi mesfushën pjesën e dytë, e neutralizoi themi këta futbollistat e Portugalisë, edhe do thotë e vuni skuadrën e tij në potencë fizike, në potencë ofanzive, edhe kështu që ja morë themi si flasim një hapësirën, ja morë themi minutazhin e lojës kombëtarës portugalisë dhe kombëtare portugese. Kishim defekte themi defekte planit lojës, defekte në vendimarrjen nga tekniku i futbollit, nxor disa futbollista të cilët ishin të rrezikshëm pjesën e parë për kombëtarën spanjolle, me Conceição edhe me një lojtar tjetër me përjashtim ai nga ana e majtë ai lojtar i mirë, pa ai u zhdesh të futet pjesën e parë. Ta rrezikoi më shumë themi mbrojtën Leao ka qenë duhet ai kish filluar pjesën e parë, edhe ky tjetri i cili lun në Chelsea dikund apo? Ky sulmuesi ky i mirë, është ky shumë i mirë, po tash e ndroi themi këtë të Chelsea, i ndroi disa lojtarë, ndroi themi atë fuqinë sulmuese të skuadrës portugalisë edhe mbeti vetëm me Ronaldo s'kishte topa, kështu që kombëtarja spanjole themi në aspektin taktik ishte më në plan. Në plan do me dhon futi, avansoi edhe më tepër potencë fizike edhe atë teknike, edhe dominoi themi edhe me fushën, kështu që është e njohur Franca, kjo Spanja me fushën më të mirë në botë, por edhe ti poshton ushtar tjerë, të cilët po dominojnë edhe në aspektin fizik, edhe dominimin e hapësirës, edhe finalizimin në portë. Kjo që edhe erdhi deri tek rezultati pozitiv, kështu është futbolli. Faleminderit shumë i nderuar dhe i respektuar Fetaveliu që edhe një herë na nderove me prezencën tuaj në këtë emision special kushtuar kampionatit botror të futbollit në RTK Radio, ku jemi edhe më tutje drejt për drejt duke shkuar por po ashtu në rrjetin tonë social Facebook. Pa ishte kënaqësi kështu dhe ti e potencove, unë e vi shpesh këtu si shtëpinë time, por edhe kështu kam qejf kur t'jem kështu themi në një panel si personazh i vetëm për të mund të eksploroj më tepër futbollin, se futbolli është shumë dimensional, shumë çka ka brenda, por edhe audienca ka nevojë të dëgjojë diçka më të re, më të mirë.
gjë që s'po mund ta ndëgjon gjithandej, po këtu mirë, ishte shumë mirë, ishte ju falenderoj shumë për ftesën. Do të ketë patjetër edhe raste të tjera, kështu që do të takohemi Ishte sërish në kënaqësi, emisionet tona të patjetër, radhës. ishte kënaqësi. Përndryshe, dashur dëgjues, ka sa i përket kësaj pjese, nga se jemi duke shkuar live në rrjetin tonë social Facebook, por në po të njëjtë kohë edhe në RTK Radio, ku pas një këngë e cila do të pasojë në vazhdim, do të vijojmë edhe me intervistën të cilin e kemi paralajmëruar më herët me dikur kapitenin e përfaqësuesës së Kosovës në futboll Anel Rashka, i cili jeton dhe vepron në Suedi, ndërsa tani më është pjesë e përfaqësuesës apo kombëtarës U19 në futboll. Pas pak intervista në vazhdim e juve mos u ndani nga ne.